Porosit e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 91. O Ali, 8 personave nuk u pranohet namazi. Robëri të arratisur, derisa të kthehet tek zotëria e tij, grua së pabindur, burri i të cilës është zemëruar me të, ai që ndalon zekatin, ai që braktis abdesin, shërbyeses që kupton dhe falet pa mbulesë, imami të një populli që i prinë në namaz, por ata nuk e duan atë, të dehurit, alkolistit dhe atij që e mban me zor urinën dhe jashtëqitjen. 92. O Ali, kush ka këto 4 cilësi, Allahu do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet, ai që strehon jetimin, mëshiron të dobtin, mëshiron prindrit dhe sillet mirë me robin e tij. 93. O Ali, ti je zotëri në dynja dhe në ahiret. I dashuri yt është i dashuri im dhe i dashuri im është i dashuri i Allahut. Armiku yt është armiku im dhe armiku im është armik i Allahut. Mirë për atë që të urren ty pas meje. 94. O Ali, askush nuk e ka njohur Allahun ashtu siç e meriton, veç se unë dhe ti. Askush nuk më ka njohur mua, veç se Allahu dhe ti. Askush nuk të ka njohur ty, veç se Allahu dhe unë.